mëngjes, mirë se të gjeta. Kjo është për ty? Dëgjoj. Aman. Sot është një ditë pushimi për shikuesit, kështu që kemi mundësi të... Aman se vdiqa edhe unë një herë të bëj këtë ecjen e bukur që bën Niki kështu. Aman se vdiqa. Ma realizoni pak edhe mua. Të paktën për 2 javë rreth ta shoh vetë. Dgjoj, mund ta bësh deri aty, lutem, më bëj dhe mua nder se salloni edhe kuzhina janë pak larg, kështu që edhe me ta. Harrova të mbaj barkun, harrova miku nga dëshira e madhe që pash veten, duke ecur harrova, nuk mbajta barkun. Se ti nuk bën dot pa qenë vetvetja, kështu që... Po, atë ushtrimin e barkut e kemi mësuar në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti. Për zorët është speciale, kështu që kur keni qenë pak më tepër dhe keni ndonjë fryrje, treqja elasticitetin e lëkurës edhe të... Plasa për barkun, plasa për qafën, që ti bëj moshës, është mosha. Do thot që kemi jetuar dhe që të jetojmë akoma dhe më mirë, i bëjmë një ëmbëlsirë. Bukur fort. Një tartë. Na bën ke për rruzat sa... A e bani mend para ca ditësh që unë bëra glikon e portokallit? Me agrume? Sot unë do t'a vë në funksion, në zbatim. Atëherë, kam 5 foliat, e shpecit, që janë 2 receta dhe nuk më mërë koha mua që të bëj brumin edhe ande këtej. Kam kremin e djathit, kam një të verdh vezë, dhe kur bje fjallat e vezë, dhije që është vital, kaq. Këtë që kam unë? Këto kemi, këto për momentin. Këto kam petën, këto këtu, dhe ja të paqa. Edhe një rufitje, dhe me gramaturat i kemi punët mirë, shu që i tregojmë her pasere në recetën tonë të shkruar për ëmbëlsirën, e nisim ëmbël javën që e tillë të na shkoj. Urojmë dhe shpresojmë të njëjtën gjë për ju, tart me 5 sfolja do gatuajmë tani dhe gliko portokalli. Një 5 sfolja, 200 gram gliko portokalli ose recel portokalli, çfarë të keni në sirtarin tuaj, 100 gram krem djathi, një të verdh veze, pak sheqer pluhur për zbukurim, të cilën do t'ja shtojmë në fund fare. Le t'i tregojmë tani hapat, njëra pas tjetrës. Tani. Marë. Kemi vendosur 5 sfoljat të qëndroj në temperaturën e ambientit, në mënyrë që të pse jo të zbutet pak e ta kemi më kollaj për ta përdorur. Merremi tani me kremin e djathit, nga një gjendje më të mbledhur më të ngurtë, do t'i japim një trajtë më kremoze. Ja, në këtë gjendje kështu. Kaq. Kaq më duhet. Atëherë. Edhe. Glikon, duket që shiritat e prera të agrumeve, se shtuam edhe limon aty, edhe portokall, edhe lëkur mandarinash, përdorëm pastaj një sasi sheqeri, sasin e ujit, aroma padyshim të vaniljes, dhe prej disa ditësh e ruajtëm në frigorifer. Sot po e përdorim për këtë recetë të ëmbël, e përziejmë me kremin e djathit, dhe jemi te momenti tani për të bërë letrën, normalisht e marrim, e kalojmë të tillë, për t'i dhënë formën e rumbullakët. Dhe e presim sa është deri tek gjysma, në të kundërt e kthejmë dhe kemi më kollaj. E marr dhe e lag për perimetrin. E njohim pak letrën sepse qëndron më mirë aty brumi dhe merr formën e tavës. Pra nuk më duhet që unë ta marr ta lyej me vaj dhe asgjë tjetër. Ja, e lag. Dhe është do të marr petën, mos u shqetësoni. Një petët kanë madhësi të ndryshme dhe ne do t'i përshtatim sipas madhësisë dhe formës të tepsisë. Dhe këtë pjesën këtu që unë e bashkoj. Po. Do të marr
Shëndojmë me oklai, mbi buzët e tepsis, sepse në këtë mënyrë edhe e presim fiks sipas një kësaj forme që doli shumë bukur. Pra, është një recet shumë e thjeshtë. Do të shtoj. Krem djathi bashkuar me glikon e portokallëve, ose të agrumeve po e themi. Krem djathi, mascarpone, e fundja e gjizë. Ajo njomza ndoshta që është më e lehtë. Çfarë të keni ju në shtëpi? Çfarë të keni ju në shtëpi? Salca e kosit. Me gjithë ëmbëlsinë që ka glikoja, do ta neutralizoj edhe gjizën nëse ka pak fare krip, edhe ndoshta edhe salca, dhe jemi drejt përfundimit, do t'i shtojmë sipër edhe petën e dytë sfoliat. Shumë e thjeshtë si ëmbëlsirë. Nga ato të shpejtat fare, do ta nivelojmë tani kremin. Do të shtoj këtë masë, dhe ju e dini shumë mirë, për të bërë këtë gliko, mua mu desh t'i vendosja edhe gjethe hidrësha, karajfila, kanel. Ja thjesht, sa t'i jap një, tani ka më të mirën time, tani. Niki e di shumë i kush është e mira ime, po. Do bëjmë ato shiritat e tartë. Niki dua të marrësh i tas pak më të madh. Edhe tash përbëjmë të verdhën e vezës, sepse me këtë do të luajmë shiritat e tartës, do t'japin atë ngjyrën e kuqeremt dhe padyshim jo vetëm ngjyrën, por shkëlqimin. Pas kam bërë një shenjë këtu që doli. Ti bën shenja kështu kur do të kujtohesh për ndonjë porosi? Ajo shenja ime, është porosia ime, e di. E di. Mos me qëndro në kokë, të lutem, mos me qëndro në kokë. Uaja. Sa vjen dhe ngushtohet shiriti. Atëherë, për të gjithë anvisat që e kanë problemin tim, unë e kisha çuar në të kundërt, të tillë sepse duhet të shohim vizën që ne. Pra fillojmë nga e majta e petës në të djathtë. Ja, si të to Olga, nga lart poshtë, nga poshtë lart, nga e majta në të djathtë, kjo është. Edhe tani nuk e bërë shirita më të drejtë dhe më të barabartë se sot. Dhe pse unë jam për barazi, po këto. Dikur ne kemi pasur disa makarona share, dikur. Tila. Kështu e verdha është gati, tani të bëjmë gati edhe masën tjetër, temperaturën e furrës e kemi vendosur. Ti lyesh ti këto, unë do bëj gjë tjetër pastaj. E ke ndezur furrën? Bravo. Ndeza furrën. Bravo. Vallai më lumtë, që pas kam bërë si rrallë herë. Po, janë shumë okej. Edhe prerja me këtë mjetin kështu me dredhza. I jep tamam atë formën pamjen e bukur të një tarte. Tani faktikisht bëhet pak si ndryshe kjo, po unë i rash më shkurt sepse bëhen duke u hapur edhe. E prapë, është si puna e drejtimit automjetit. Është një timon që të çorienton rrugën. Okej, vendosim dhe 2 shiritat e tjerë dhe kjo ishte për sa i takon tartës, të cilën do ta përmbledh me përbërësit që na u deshën për përgatitjen e saj. Ju duhen 5 sfoliat për një punë më të shpejtë, i keni të gatshme gjithsesi. Do të përdorni një reçel portokalli, është më ideali, më i pranueshmi për këtë tartë të sotme, të bashkuar padyshim edhe me kremin e djathit. Shumë pak element na duhen që
të ëmbëlsojmë të afërmit tanë, apo të dalim nga situata kur kemi një vizitë të shpejtë, duke dhe bukur në pjekje, do dali akoma më e bukur me ngjyrën që do të marri nga e verdha e vezës, që sa ta bëj një prekje të lehtë mbi këto shiritat. Tani një sekond. Kemi edhe këtë këtu. Po që qëndrojnë kështu anash buzëve të tepsis, Albana do t'i presi ja kështu. O ja u tregoj qefin unë, po ha, mos u mërzit këtu. Vetë sopëzat e vogla me gjysmën një pjesë të vogël që na ka ngelur nga peta sfoliat, pa dyshim që mund ta shfrytëzojmë me një mbushje tjetër të zakonshme, çfarë të keni ju aty. Edhe me një gjizë, me një djath, gjethe spinaqi, apo thjesht duke e prerë në atë formë. Ja, tani kjo është për ty që të vendosësh. Kujdesim që shumë pak sa të marri një shkëlqim, çdo shirit. Pa e rënduar shumë që të mos ndihet fare aroma. Kaq, një prekje e lehtë. Sa e bukur që duket dhe pa e pjekur, imagjino kur të piqet pastaj dhe ta shijojmë. Kjo ishte, vendosim në furrë, po du ta lëmë dhe pak furrën të ngrohet, se sapo e ndezën pak me vonesët. Ndërkohë, i përsërisim edhe njerë përbërësit, në fakt i përsërita dhe i thash, nuk është nevoja, kaq pak përbërës sa ju duhen dhe këto hapa të thjesht, besoj e keni memorizuar shumë shpejt këtë recetë.